Në fakt, libri është një libër shumë i veçantë, është shkruar nga Solomoni. Solomoni mendohet që e ka shkruar në fillim të jetës së tij, dhe në fakt vetë emri që ka kantiku i kantikëve, në fakt, ose kënga e këngëve, dhe ideja është më e mira e të gjithë këngëve. Është ajka, le të themi, e këngëve. Supozohet se bëhet fjalë për dashurinë dhe gruan e parë të Solomonit. Dhe në fakt e predikuesit, ne sapo mbaruan predikuesit 9:9, na thoshte që gëzoje jetën me gruan që do për të gjitha ditët e jetës tënde të kodësisë këtu në tokë, që ai të ka dhënë në diell, ka fjalën për Zotin, për të gjitha ditët e kodësisë, sepse kjo është pjesa që të takon në jetë dhe në mundin që kryen në diell. Personazhet kryesor, për të treguar pak të këtij libri të veçantë, mos harroni, janë dy të dashuruarit, dhe do shohim në gjithë udhëtimin që kanë, kur lidhen me njëri tjetrin, kur kanë probleme me njëri tjetrin, edhe kur përfundon gjithë libri. Emri i Zotit ka të veçantë që nuk përmendet në mënyrë të drejtë për drejtë te ky libër. Është një nga pak librat, ashtu si për shembull edhe libri i Ruthit, kur nuk përmendet emri i Zotit. Ky libër lexohet tradicionalisht, në fakt shumë interesante është, gjatë kremtimit të Pashkës. Pra, përpara se të fillonin Pashkën, Pashka, nëse ju kujtojt, ishte dalja nga populli, kur ishin populli i Izraelit që doli për në Egjipt, edhe ishte nata e tmerrshme ku Zoti me anë të dorës së tij të mrekullueshme nxori popullin e Izraelit jashtë Egjiptit përmes një mrekullie fantastike për një seri mrekullish, por e fundit ishte kjo. Dhe që për asaj kohe që kur është shkruar ky libër, vazhdojnë të këndohet ose të lexohet gjatë gjithë kremtimit të Pashkës. Pse është kjo? Sepse mendohet, sepse ka një gjë shumë interesante. Do ta shohim së bashku. Autori përmendet 7 herë vetë Solomoni në këtë libër. Dhe kemi disa prej vargjeve, kantiku i kantikëve që është i Solomonit, vargu i parë. KK do thot kënga e këngëve. Unë, vargu 5, thot autor, thot e dashura, thot unë jam e zezë por e bukur, o bija të Jeruzalemit, si kedrat, në fakt jo çadrat, kedrat e Cedarit, si perdet e Solomonit. Ja shtrati Solomonit rreth të cilit qëndrojnë 60 njerëz guximtar, trimat Izraelit, tek vargu 7, kapitulli 3, tek vargu 9, kapitulli 3, thot, mbreti Solomoni ka bërë vetës një lektiz me dru Libani. Te kapitulli 3, vargu 11, na thot, dilni o bija të Sionit, sot dilni mbretin Solomon me kurorën me cilën e ka kurorzuar e ëma. Tek vargjet 11 dhe 12 të kapitullit 8, na përmendet në fund fare, kur na thot, në fakt, që në fillim dhe në fund 2 herë, Solomoni kishte një vresh në Bal Hamon, dhe vazhdon poshtë, që thoshtë, Solomoni, vreshti im që është i im i ndodhet para meje, ti Solomon baje 1000 sikla dhe rojtarët e fundit të ti marshin 200. Ideja është që na përmendet 7 herë dhe shumë e rëndësishme kjo pjesë. Një nga librat më sfidues të Biblës. Në fakt, para se ta shohim si libër, unë kam qejf që të kuptojmë që është pjesë e Biblës. Pavarësisht se shumë njerëz nuk e lexojnë shpesh, është pjesë e librave të fjalës së Zotit. Dhe 2 Timoteu 3:16 na thotë i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për çfarë? Mësim, bindje, ndrejtje dhe për edukim me drejtësi. Pse? Që njeriu i Perëndis të jetë i përkryer, të rësisht i pajisur me çdo vepër të mirë. Tani, pyetje, pse na është dhënë kantiku i kantikëve? Që njeriu i Perëndis, ai që beson në Zotin, të jetë i përkryer, të rësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Wow! Tani shohim pak disa prej sfidave. Sfida e parë. Një pjesë e vështirësisë që ka libri, në fakt kënga e këngëve, vjen nga fakti se është një këngë dhe për këtë arsye poezi. Poezia, në fakt, nëse e kuptoni, është arti kondensimit, bashkohen shumë fjalë aty brenda. Shprehje e kuptimit maksimal në minimumin e mundshëm të fjalëve. Pra, pak fjalë duhet të gjesh mënyrën për t'i shprehur në një mënyrë shumë të fuqishme. Si rezultat, poezia shpesh herë është evokuese dhe më pak shpjeguese. Pra, na tregon shumë dhe shpjegon pak
në vetvete. Nuk kërkon kohë për të zbërthyer figurat e saj të folurit ose për të shpjeguar analogjitë e saj, nuk t'i jep kohë për të gjë. Mbështetet te lexuesi për të plotësuar boshllëqet. Pra ti dëgjon një poezi, kupton zemrën aty brenda të personit, të atij që ka shkruar, por e ke të vështirë të përmbledhësh në çdo detaj gjithçka. Poezia tenton të jetë e hapur duke na lënë të mendojmë dhe të pyesim veten në vend që të lidhim çdo fund të pasgjitur me një argument të pakuptueshëm. Dhe megjithatë në të njëjtën kohë, poezia ka një aftësi të jashtëzakonshme për t'ju drejtuar të gjithë qenies së personit, për të prekur shpirtrat tanë me një fuqi proze që rrallë mund të krahasohet. Pra proza e dini çfarë është, mënyra se si ne flasim është prozë. Proza nuk arrin dot ndonjëherë të tregoj ato që na shpjegon poezia. Ne po shohim një film si seri, është ajo me këta policat, Ruki që quhet, edhe shpesh herë na del në një fragment me këto poezit që kanë këta vrasës që bëjnë sa poezi, ata argjojnë orë të tëra për ta zbërthyer atë poezinë që të tregojnë se çfarë e ka autori. Pra, poezia është shumë e vështirë në këtë aspekt. Sfida e dytë është të kuptosh se për çfarë saktësisht bëhet fjalë në këngë. Në një nivel kjo është një pyetje e lehtë për t'u përgjigjur, bëhet fjalë për dashurinë, thonë njerëzit, por dashurinë e kujt? Disa studiues kanë argumentuar se është një këngë dashurie fillimisht laike, kur nuk bëhet fjalë për Zotin, ideja, për dy njerëz që marrin një kast fetar thjesht duke u përfshirë në Bibël. Pasi përfshihen në Bibël, fillon pasi zhvillohet dhe atëherë marrin edhe një kast fetar, thonë një grup njerëzish. Po në anën e kundërt të spektrit, të tjerë kanë këmbëngulur se është kompozuar si një alegori e dashurisë së Zotit për popullin e tij, që në të vërtet nuk ka të bëjë fare me dashurinë njerëzore. Pra ka disa njerëz që mendojnë që kënga e këngëve është vetëm lidhur e dashuria e Perëndis me dashurinë njerëzore. Prandaj, e mbani mend që ju thash, në kohën e kremtimit të Pashkës, populli i Izraelit edhe sot e kësaj dite lexon librin Kënga e Këngëve, sepse e shikon si një mënyrë të dashurisë së Perëndis për njeriu. Historikisht tani, një qasje alegorike që e njeh Këngën e Këngëve si një për dashurinë e Zotit për popullin e tij, ka qenë sigurisht kjo është më popularizuara. Por ka dy rreziqe. Ekzistojnë dy rreziqe që janë të mundshme me një qasje të tillë tipologjike. Çfarë do thotë? I pari është se në gatishmërinë e saj për të nxjerrë lidhje pozitive midis heroit të këngës dhe Krishtit, ajo mund të mbiteksojë ngjashmëritë midis tyre dhe të anashkalojë ndryshimet. Pra, e thënë shkurt edhe ndryshe, çfarë po na thot këtu është që ka shumë gjasa që ti të marrësh çdo aspekt të këtij dashnori që na jepet në këtë libër, e thuash në çdo gjë ky i ngjan Krishtit. Ky është Krishti në çdo aspekt. Dhe kjo është një rrezik, sepse nuk është për të qenë në çdo aspekt Krishti. Problemi tjetër është se kjo qasje tenton të minimizojë, të zvogëlojë, ose në fakt të injorojë specifikat e kuptimit sipërfaqësor të tekstit në favor të një lidhje të përgjithshme me Krishtin. Nga ana tjetër, na thotë dëgjoj, jo, nuk është fare Krishti, është vetëm një njeri. Pra keni parasysh atë që lëkundet ai luhatsi që shkon një majtas një djathtas i orës, ideja është që ka një grup njerëzish që thonë, "Okej, ky është plotësisht Krishti." Ky personazhi këtu. Ka një grup njerëzish që thonë, "Okej, ky është vetëm njeri, nuk ka të bëjë fare me Perëndin." Këto janë dy rreziqet. Kështu çdo mesazh që Kënga e Këngëve mund të ketë në lidhje me marrëdhënien njerëzore dhe martesën toksore, tenton të humbas ose të minimizohet në favor të zbatimit të saj, të menjëhershëm në marrëdhënien e Krishtit dhe besimtarit individual. Tani kush është përgjigje? Kush është e nevojshme të kuptojmë? Në përgjigje të kësaj, predikues të tjerë kanë interpretuar Këngën e Këngëve thjesht si një kremtim të dashurisë dhe të seksit njerëzor. Kënga tani bëhet thjesht një manual hyjnor për takime dhe këshillim martësor. Pra për ca njerëz ne kalojmë komplet në anën tjetër që është vetëm njerëzore. Bëhet fjalë vetëm për dashuri midis një djali dhe një vajze, nuk ka fare të bëjë me Perëndin. Krau tjetër thotë që ka të bëjë me Zotin dhe njeriu dhe asnjë gjë nga ana njerëzore. Pra të dyja këto ekstreme na fillojnë edhe na krijojnë probleme teksa e lexojmë Këngën e Këngëve. A është e kuptueshme deri këtu? Pra, duhet të kuptojmë që ka dy grupe njerëzish që pretendojnë njëri këtej, njëri këtej. Kush është? Është edhe një grup i tretë që ta shohim. Por kam qejf që të shohim këtë pjesë.
Në fakt, Jezusi pas ringjalljes, në fakt, takon dy persona, dy nga dishepujt që ishin rrugës për në Emaus. Emaus ishte një fshat i vogël dhe thot kështu. Po atë ditë, dy nga ata shkonin drejt një fshati me emrin Emaus, 60 stade larg Jeruzalemit, dhe ata po bisedonin midis tyre për të gjithë ato që kishin ndodhur, pra për vdekjen, ringjalljen e Krishtit, për vdekjen në fakt jo për ringjalljen ende, dhe ndodhi që ndërsa po flisnin dhe bisedonin bashk, vetë Jezusi u afrua dhe nisi të ecë me ta. Por sytë e tyre, vini re fjalën e Zotit, se është shumë e fortë në fakt, por sytë e tyre, pra të këtyre të dyve, ishin të penguar, kështu që të mos e njihnin, dhe Jezusi u tha atyre. Që janë këto biseda që bëni me njëri tjetrin udhës, dhe pse jeni të trishtuar, sepse ata kishin kuptuar që Zotin e kishin vrarë, Krishtin e kishin vrarë. Tani dëgjoni pak. Po atë ditë, më falni, por kur Jezusi u shpalosi mesazhin qendror të dhjatës së vjetër, dishepujve të tij në rrugën për në Emaus, ai në fakt pse ndodhi? Po, më falni, shkoni pak poshtë. Që janë këto biseda me njëri tjetrin udhë dhe pse jenë të trishtuar. Dhe duke zënë fill, dëgjojeni pak se shumë e rëndësishme ajo pjesë. Dhe duke zënë fill nga Mojsiu dhe nga të gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha shkrimet gjërat që i takonin atij. Ka ca fjalë shumë të rëndësishme këtu poshtë. Duke zënë fill nga Mojsiu dhe sa? Dhe nga sa shkrimet e Biblës më përpara. Të gjitha profetët dhe nga të gjitha shkrimet, ai u tregoi për sa i takon atij. Wow! Po kur Jezusi u shpalosi mesazhin qendror të dhjatës së vjetër, dishepujve të tij, këtyre të dyve për në rrugën për në Emaus, ai nuk u përqendrua në vlerat e tij në ofrimin e mësimeve praktike për martesat e tyre. Nuk foli për ata duke thënë dëgjoni, mbani mend tek libri i Kënga e Këngëve që flitet për martesën edhe për ju kështu, jo, ai deklaroi se mesazhi qendror i dhjatës së vjetër janë vuajtjet e Krishtit dhe lavditë që do të pasojnë, domethënë ungjilli. Për më tepër titulli i librit vet, Kënga e Këngëve, është një superlativ, tregon se kjo poem është më e mira e këngëve në të njëjtën mënyrë që i shenjti i shenjtorëve, që është vendimi i shenjtë në tempull, pra është maja e gjërave, maja e gjithçkaje. Tani lind ca pyetja, është dashuria njerëzore dhe brenda martesës subjekt i denj i këngëve më të mira? Tek këtij libri, Bibla na tregon se dashuria e vërtet nuk është që ne të duam njëri tjetrin, as që ne të duam Perëndin. Dëgjoni pas, është shumë e fortë kjo. Dashuria e vërtet, thot Bibla, nuk është që ne të duam njëri tjetrin, po të duam Perëndin. Po e treta, vini re, përkundrazi, është që Perëndia na deshi dhe dërgoi birin e tij si sakrificë shlyese për mëkatet tona. Pra ishte dashuria e Perëndis ndaj nesh. Nuk ishte dashuria jone para ndaj atij apo njëri tjetrit, por ishte dashuria e tij ndaj nesh, kur Bibla thotë që kur ishim ende mëkatar. Pra, edhe kënga më e mirë me siguri duhet na tregojë në një mënyrë të thellë dashurinë e Perëndisë për ne në Krishtin. Dashurinë që hyri në botën tonë të rënë, jetoi jetën e përsosur në vendin tonë dhe vuajti e vdiq për mëkatet tona. Në fakt edhe një pasazh i Proverbave, fjalëve të urta kapitulli 5, nuk ka të bëjë vetëm me besnikërinë njerëzore në martesë, sepse ndërsa lexojmë më tej në fjalët e urta, zbulojmë se zgjedhja themelore me të cilën përballemi të gjithë një jetë qëndron midis zonjës, që në këtë rast ishte mençuria, shtëpia e së cilës është ndërtuar mbi themelet e frikës së Zotit, dhe zonjës e mara ose budallaçka, e cila i josh budallënt larg adhurimit të vërtet dhe i drejton drejt adhurimit të idhujve. Dhe mos harroni të dyja ishin mençuri në këtë rast. Kurorshkelja nuk ka të bëjë kurrë vetëm me seksin tek libri i fjalëve të urta. Ashtu siç ideja e ndërtimit të një shtëpie në atë libër nuk ka të bëjë vetëm me tulla dhe llaç. Pra mos e merrni në mënyrë kaq shqeto, nuk është kaq vetëm bruto siç duket. Është një terren i mesëm midis ekstremeve alegorike dhe atyre të drejtë për drejta. Të njohim këngën e këngëve si letërsi mençurie që feston një mister të madh në jetë, dashurinë ndërsjellë të një burri dhe një gruaje. Megjithatë,
kjo në këtë kremtim jo vetëm që do të formsoj mendimin ton për marrëdhënie njerëzore, por gjithashtu do të na tregoj një uri të thellë për dashurinë që Krishti ka për nusen e tij, kishën. Pra janë të dyja kaq fort të ndërthurura. Edhe na mëson për në lidhje me dashurinë njerëzore, midis një djali dhe një vajze, por edhe nëpërmjet Krishtit dhe kishës. Okej? Pra kemi një ndërthyrje. Kënga është hartuar për t'i treguar secili për nesh se sa larg jemi nga përsosmëria, si njerëz dhe si të dashuruar, dhe për të na çuar në krahët e burrit ton të vërtet qellor, Krishtit. Dashuria e të cilit për nusen e tij është vërtet e përsosur. Sa herë shikoni rënje, te ky libër është njerëzorja, ajo që bie. Titulli i dhënë në vargun e parë, kur thot kënga e këngëve, është një superlativ, e tham, me mira e këngëve. Kjo sugjeron se kjo nuk është një antologji e përbërë nga shumë këngë të ndryshme, pra nuk kemi shumë këngë te ky libër, por përkundrazi në zemrën e saj është një këngë e vetme, e shpalosur në sekuenca të ndryshme, në aspekte të ndryshme, në kohë të ndryshme, por është një këngë. Okej? Pjesët hapse dhe mbyllëse të këngës balancojnë njëra tjetrën me një numër paralelesh të rëndësishme verbale. Ndërsa pjesa nga kapitulli 3 deri te kapitulli 5:1, e cila përfshin përmbushjen e martesës, formon thelbin qendror të pjesës. Pra kemi fillimin, mbylljen dhe thelbin qendror. Prandaj ka një zhvillim të gjerë dhe një rrjedhë logjike në libër. Në përgjithësi, kjo lëvizje çon drejt dhe larg martesës dhe përmbushjes së marrëdhënies, një rrjedhë që e bën të mundur të flitet përpara dhe më pas në ndërveprimet e çiftit. Në fakt, ndryshe nga historitë e Hollywoodit, të filmave që shohim në Hollywood, të cilat zakonisht përqendrohen ekskluzivisht në emocionin e fazës para marrëdhënies, pra gjithë filmi na flet zakonisht për pjesën e bukur të fillimit, të marrëdhënies dhe gjithë gjërat e tjera, kënga na tregon disa aspekte të marrëdhënies së vazhdueshme edhe pas dasmës. Imagjinoni pak në Shqipëri, harxojnë me miliona lek për të bërë ca dasma shumë të tmerrshme, bombastike, të mëdha, të fuqishme, dhe sa pak harxojnë ose nuk harxojnë as kohën më të vogël për të pyetur çiftin njëri tjetrin, "Hey, çfarë mendon ti për këtë gjë? Si e shikon jetën pas 5 vjetësh? Çfarë janë dobësitë tua? Çfarë janë dobësitë e mia? Si të punojmë për këtë gjë?" Fare. Vetëm aheng i madh me makina, blloko rrugët e ku e di unë, edhe asnjë lloj investimi në ngjarjen më të madhe të jetës njerëzore, që është martesa, kur ti do të fillosh të jetosh me një person që kur s'ke qenë më përpara. Pra kjo këngë na tregon disa aspekte të marrëdhënies së vazhdueshme dhe pas dasmës, ndërsa ende e lë çiftin dhe ne në fund të këngës duke dëshiruar diçka më të plotë, një dashuri më të përsosur dhe përjetësisht të qëndrueshme. Pse e kemi në Bibël? Pse është në Bibël? Pohimi i dhuratës së dashurisë dhe martesës nga Zoti. Pra Perëndia u lidh me njeriu dhe ky libër është një shembull, është një shije. Për të dhënë një aspekt të kësaj, kur Zoti krijoi Adamin dhe Evën. Shumë interesante, ishte Zoti. Ata nuk e kishin iden fare, madje Adami nuk kishte iden fare që kishte nevojë për Evën, ishte Zoti që ja solli Evën, dakor, ishte mendimi i Zotit, dhe martesa ishte dhurata e Perëndis, ishte krijimi i Zotit, prandaj Zoti krijoi burrin dhe gruan, dhe ishte krijimi i mrekullueshëm i Perëndis. Pse? Për t'i dhënë një shije njeriut të intimitetit dhe çdo të thotë jesh i lidhur me Perëndin. Kuptimi alegorik ose shpirtëror në traditën hebreje, pam këtë të dashurisë së Perëndisë që ata këndonin përpara kohës së Pashkës. Kënga përdor urtësinë poetike për të mësuar rreth jetës nën Zotin. Pra janë të dyja, edhe jeta reale midis të dashurit, të dashurës, burrit, gruas, por edhe midis njeriut dhe Perëndisë. Pohimi dhuratës së dashurisë dhe martesës nga Zoti në nivelin e tij më të drejtë për drejtë, libri është një kremtim i bukur poetik i dashurisë romantike, dëshirës dhe bashkimit në martesë. Ai tregon se dashuria, intimiteti dhe tërheqja janë krijimi i mirë i Zotit, jo i turpshëm, por i pastër kur shprehen drejt dhe kur qëndrojnë në vendin e duhur.
Kuptimi alegorik shpirtëror në traditën hebraike. Interpretuesit hebrejnë shpesh e lexojnë këngën si një alegori të dashurisë së Zotit për Izraelin. Gjuha e zjarrtë e nusës dhe e dhëndrit simbolizojnë lidhjen e beslidhjes midis Zotit dhe popullit të tij. Kjo është arsyeja pse u bë një tekst i çmuar që lexohen në çdo Pashk, duke kujtuar dashurinë e beslidhjes së Zotit. Dhe e treta, stili i letërsisë së urtësisë është ashtu si proverbat, fjalët e urta dhe ky libër dhe predikuesi në fakt gjithashtu të lidhura me Solomonin. Kënga përdor urtësinë poetike për të mësuar rreth jetës nën Zotin. Ajo thekson gëzimin, mallin, dashurinë dhe bukurinë e gjithë kësaj pjese. Tani pasi kemi një pamje ndoshta pak më të qartë, do fillojmë të zhytemi. Edhe unë jam përpjekur të quaj 4 vargjet e para, dëshirë dhe kënaqësi. Okej? Dhe le të lexojmë pak këngë. Duhet të kuptojmë pak se poezitë e asaj kohe nuk ngjajnë me poezitë e sotme. Do t'ju jap një shembull. Për shembull, nëse do të marrësh një person nga Shqipëria që ka jetuar në para çlirimit, në vitet 30, le të themi në një fshat të izoluar, dhe ta sjellësh këtu sot, në kohën e sotme në Tiranë, a mendoni se do ta kuptonte çdo pjesë të gjuhës? Jo. Madje unë sot kam vështirë të kuptoj persona nga veriu dhe persona nga veriu kanë vështirë të më kujtojnë mua dhe kuptojnë mua ndonjëherë, dakor? Kështu që duhet të kuptojmë, mos prisni që të kapni çdo arsye në kuptimin më të mirë pa njohur dhe traditën hebreje. Dhe thotë kështu: Kantiku i kantikëve, që thotë kënga e këngëve, që është i Solomonit. Edhe tani fillon shumë interesante është që fillon me vajzën që flet. Më puth, thot, me të puthruat e gojës së vet, dashuria jote është me mirë se vera, nga aroma e vajrave të tua të këndshëm, emri yt është një vaj i parfumuar, i derdhur, prandaj të duan vajzat, i thot djalit. Tërhiq më tek ti, ne do të rendim së bashku. Mbreti më çojë në dhomat e tij, ne do të kënaqemi, do të gëzohemi te ti, ne do të kujtojmë dashurinë tënde më shumë se verën. Kanë të drejtë që të duan. Tani kjo është pjesa e vajzës që flet. Është zakonshme në fakt që librat kanë një hyrje në të cilat ato vendosin skenën, prezantojnë personazhe dhe ju orientojnë drejt veprimit që do të pasojë. Për shembull, ta bëjnë gati skenën dhe pastaj futet qendra. Për shembull, në Prahat e dy qyteteve të Dickensit, nuk e dini këtë dëgjuar Charles Dickensin, autori ndjek rreshtin e tij të parë të famshëm. Ishte koha më e mirë, ishte koha më e keqe për një përshkrim të gjatë të gjendjes së shoqërisë dhe punëve në Angli dhe Francë që ofron sfondin për veprimin pasues. Pra na jep një paradhënie të asaj që do të na tregojë, okay? Në këtë rast, në rastin ton, por dhe në raste të tjerë, megjithatë preferojnë ta nisin direkt disa persona, direkt në veprim. Për shembull, kemi Banks, nuk e di e keni dëgjuar, e fillon librin Rruga e Korbit kështu. Ishte dita kur gjyshja ime shpërtheu, isha ulur në krematorium duke dëgjuar xhaxhain tim Hamish, duke gërhitur në heshtje në harmoni me meshën në si minor të Bachut dhe reflektova se gjithmonë duke se ishte vdekja ajo që më të rishte përsëri në gallansh. Pra, ka libra, poezi që fillojnë direkt në sulm, dhe ka poezi që fillojnë dhe duke e prezantuar më përpara atmosferën. Libri i Kënga e Këngëve fillon direkt në sulm pa hyrje të gjata. Dhe pamja e parë që të bën përshtypje është më puth, thot vajza. Kënga e Këngëve i përket shumë kategorisë së dytë që tham. Ajo zhytet direkt në temën e saj pa prezantuar personazhe, pa vendosur skenën ose ndonjë gjë tjetër. Nis me deklaratën e gruas, më puth me të puthurat e gojës së vet. Ashtu si vetë dashuria Kënga e Këngëve na kap në mes të jetës dhe na vjedh frymën. Kur ti je në udhëtimin e jetës tënde, ndodhi e u lidhe me dikë. Nuk e bëre me agjendë, është e vështirë ndonjëherë ta bësh me agjendë. Të ndalon rrugës, është një stacion i papritur në jetën e kujdo prej nesh. Fjalët e para janë fjalë dëshire, sepse kjo është ajo për të cilën flet në të vërtet kënga. Pra nuk është që ajo po e bën, shumë e rëndësishme, është dëshira e saj që flet direkt dhe hapur. Kënga e Këngëve nuk është kryesisht një libër për seksin apo një manual me këshilla për takime. Është një libër për dëshirën nga fillimi deri në fund, dëshirë e nxitur, dëshirë e frustuar, ndonjëherë dëshirë e kënaqur. Gruaja dëshiron diçka ose më saktë dikë me një dëshirë pasionante. Ajo që ajo dëshiron nga burri është shkruar mjaft qartë.
ajo dëshiron puthjet e gojes së tij. Tani duket pak e vështirë për ta kuptuar ose për ta imagjinuar për shkak të moshës për disa persona, por mos harroni. Dashuria është një gjë normale. Edhe është mirë që të trajnohemi nga fjala e Zotit. Është mirë që në moshë të herët të njihemi me këto të vërteta, sepse bota do t'i mësoj keqas. Prandaj, fjala e Perëndis nuk ka asnjë gjë të fshehtë. Është Zoti që ka krijuar këto pasione dhe këto dëshira dhe fjala e Perëndis na tregon se si ti përdorim këto pasione dhe dëshira. Çfarë lloj të tjera shputhjesh ka? Mund të pyesni njerëzit. E po me sa duket egjiptianët, nuk e di nëse keni dëgjuar, kënaqeshin në puthje me hund. Më formale të cilat ndoshta do të krahasoheshin me përshëndetjet në faqe që ne bëjmë, ndodh në disa kultura. Padyshim, kjo nuk është ajo që gruaja ka në mendje. Okej, në këtë rast. Në të vërtetë, po të vi një re tani, mendimet e saj bën edhe më të qarta kur ajo deklaron, sepse dashuria jote është më e mirë se vera. Përkthimet e shpesh e përkthejnë këtë, domethënë fjalën karases, mjaft të turshme si dashuria, por nuk ka dyshim se çfarë lloj dashurie ka në mendje ajo. Dëgjojeni mirë, kur kjo fjalë, që është dod në hebraisht, në veri e kemi emër burrin, dod, shfaqet në shumës, siç ndodh këtu, bëhet fjalë për një intimitet seksual. Pra sa herë të shihni në Bibël, fjalën dod në hebraishtet është një intimitet seksual. Në Ezekielin 16:8 për shembull, një grua e re që ka arritur pjekurinë seksuale është gati për dashuri. Tek Proverbrat 7:18, kur orshkelja e josh të riun me fjalët ejani le të ngopemi në dashuri, dodim deri në mëngjes. Pra është një lloj i veçantë dashurie që ajo dëshiron nga buri, dashuria seksuale. Megjithatë, në të njëjtën kohë, fjala nënkupton edhe një lloj të veçantë seksi. Seks pasionant, jo thjesht një akt riprodhimi. Ajo e dëshiron burin e vetë për vete dhe vetëm për vete, jo që të mund të lindë thjesht fëmijët e tij, nuk është kjo arsyeja e parë. Ajo e dëshiron për veten e tij. Kjo lloj dashurie, thot ajo, do të ishte më mirë se vera. Dhe në këtë rast ishte një simbol i një jete të pasur dhe të përmbushur. Vera në atë kohë tregonte që çdo gjë ishte këndshëm. Nga shija e puthjeve të tij, ajo kalon tek aroma e vajrave të tij, të vajosjes. Aroma ka një fuqi të jashtëzakonshme për të stimuluar kujtimet. Për ju që keni dashur më përpara diçka, një gjë të veçantë, dhe kur kalon një aromë e njëjtë e asaj, vjen kujtesa, apo jo? Ndodhin gjëra. Qoftë aroma e lakrës së zier, që ta ka bërë mamaja dhe ti hyn dhe Sioni hyn te dera e thotë, "O ma, çka ke bërë kështu? S'duket e këndshme." E cila sjell në mendje vitet të tëra vaktesh të neveritshme, apo aroma e ujit të trëndafilit që të kujton gjyshen tënde, një herë vetme mund të sjellë një mori ndjenjash, të ndjesish. Okej? Në këtë rast, kur ajo kujton aromën e kolonjës së tij dalluese, ndjesit janë të gjitha të mira. Edhe pse buri nuk është i pranishëm me të tani, kjo është shumë e rëndësishme, nuk është buri, ajo thjesht po tregon, po shpreh pasionin e saj, sepse nuk ka dialog në këtë pjesë, vetëm kujtimi i aromës së tij mund të bëjë atë të jetë me të në një mënyrë që e ngushëllon vetmin e saj në ato çaste. Thoshte tingulli i embrit të tij, megjithatë tërheqja e gruas ndaj burrit nuk është thjesht fizike. Ajo që e tërheq atë drejt tij, aq sa prekja ose aroma e burrit është emri i tij, të cilin ajo krahason me vajin e derdhur duke lëshuar aromën e tij. Ajo që bën atë të ndihet të emocionuar është ajo që përfaqëson ky emër, është karakteri i tij. Keni parasysh kur ti lidh emrin e një personi me karakterin e tij dhe kur ndodh që dikush tjetër është me atë emër, ti kujton që dhe ky do ketë karakterin e tij, natyrshëm të duket kjo ndjesie ndonjëherë, sepse është formuar kaq shumë ky person me këtë emër. Është interesante. Burri nuk është vetëm një burr me aromë të ëmbël dhe i pashëm, i cili ndodh të jetë një puthës i mirë. Ai është i besueshëm dhe përgjegjës, i respektuar dhe i admiruar nga të tjerët në komunitet si një burr me integritet dhe karakter, dhe duket këtu. Ky është burri që ajo do. Kjo është sigurisht karakteristik e dashurisë. Ajo është xheloze.
po ta vini re në këtë pjesë. Një xhelozi që tregon dashurinë e saj, një xhelozi që tregon që atë mund ta duan dhe të tjera, por si ajo. Dhe thot aty prandaj të duan të tjerat. Këto të tjera janë vajzat të reja që kanë arritur së fundmi moshën e pjekurisë seksuale dhe kështu janë gati për martesë. Dhe ajo e sheh veten si një mundësi që prit se mos ma marrin, se e duan dhe të tjera dhe i ka disa cilësi që mund ta dëshirojnë dhe të tjerat. Okej? Një dëshirë e tillë e fuqishme kërkon në fakt dhe kënaqësi. Vajza dëshiron që i dashuri i saj ta heq nga duart dhe ta çojë shpejt në privatësinë dhe intimitetin në dhomën e tij, kur në fund mund të përjetojë puthjet dhe përkëdheljet për të cilat dëshiron kaq shumë. Në të vërtetë në këtë poezi dëgjojmë miratimin e komunitetit për dashurinë e tyre. Dëgjojeni mirë se shumë e rëndësishme. Dëgjojmë dashurinë e komunitetit lidhjen e komunitetit për dashurinë e tyre. Një zë shumës, ndoshta që përfaqëson bijat e Jeruzalemit, shton bekimin e tij në historinë e tyre të dashurisë. Wow! Po kjo është vetëm personale, jo gjithmonë. Rëndësia, dëgjojeni mirë, kur ndodh që dy persona lidhen, zakonisht kërkojnë ta ezaurojnë shumë prej gjërave të komunikimit, të njohjes dhe shumë aspekte në privatësi. Por në fakt ka shumë rëndësi komuniteti i njerëzve ku ti do të këshillohesh. Rëndësia e këshillimit dhe afirmimit nga persona të tjerë nga i njëjti komunitet. Megjithatë vini re se çfarë nuk ka ndodhur ende. Shumë e rëndësishme. Burri nuk është në të vërtetë i pranishëm këtë skenë, përveç se si objekt i dëshirës së gruas. Pra ajo ka vetëm dëshirë, nuk është ai aty. Në të vërtetë nuk e puth atë, as nuk po bëjnë ende dashuri. Dëshira seksuale janë krijuar nga Perëndia dhe janë për nderin dhe lavdinë e Zotit, kur përdoren në lidhje me arsyen dhe vendin që Zoti i ka bërë. Njerëzit mendojnë se në kish nuk duhet të flitet për këto gjëra dhe harrojnë që një nga 66 librat që Zoti ka dhënë në Bibël është libri Kënga e Këngëve, ku nga fillimi deri në kapitullin e 8 në fund fare na flitet shumë hapur, aq sa shumë njerëz ndodhen në siklet, kur ulen në kish dhe dëgjojnë për një gjë të tillë, por është fjala e Zotit. Pra mos harro edhe një herë, dëshirat seksuale që çdo njeri i ka dhe fillojnë dhe shfaqen në një moshë, janë krijuar nga Perëndia dhe janë për nderin dhe për lavdinë e Zotit, kur përdoren në lidhje me arsyen dhe vendin që Zoti i ka bërë. Shumë e rëndësishme. Riformësimi i pamjes tona në lidhje me gjinin tani. Si do ta riformojmë mendimin tonë në bazë të asaj që na mëson Bibla? Pra çfarë na mëson kjo poezi e shkurtër për marrëdhëniet tona? Menjëherë është e qartë se kënga synon të sfidojë dhe riformësojë pikpamjet tona për seksin, gjinin dhe martesën, pavarësisht nëse kemi formuar këto pikpamje nga kultura përreth nesh apo nga nënkultura e krishterë në të cilën jemi rritur. Pra ky libër na sfidon dhe na vë përballë të gjithë atyre gjërave që ne kemi menduar, që na ka dhënë shoqëria, na ka dhënë atmosfera kur jemi rritur, dhe tani gjithë jeta jon dhe këto mendime jo kaq të shprehura sa ne nuk i kemi shprehur dot me të tjerët, përballen me fjalën e Zotit. Okej? Le të shohim pak. Literatura e mençurisë në Bibël gjithmonë ofron themele dhe bomba. Themele të fuqishme dhe bomba të fuqishme. Pra fjala e Zotit gjithmonë na jep të gjëra. Për çfarë janë bombat të nevojshme? Bombat e fuqishme që shpërthejnë botkuptimet e rrëmme që janë krijuar tek ne nga bota, por që duhen shkatruar. Fillon bota dhe thotë, dëgjoj, s'ka problem të kryesh marrëdhënie seksuale përpara martesa. Dhe pastaj ndodh që ti ngelesh shtatzën dhe fillon ideja tjetër, por s'ka problem, mund ta abortosh fëmijën se nuk ka problem, sepse ti ke lirinë tënde, ti do të shikosh jetën përpara. Dhe këto janë bomba që ne përballemi. Botkuptimi i botës son përballet me fjalën e Zotit dhe ke nevojë për këto bomba për të thënë jo. Nuk do ndodh kjo gjë, unë e vendos të pjesë. Por në të njëjtën kohë na jep themele të forta që janë materiale ndërtuese të një botkuptimi që nderon emrin e Zotit. Ashtu si shkatron dhe duhet të shkatroj botkuptimet që na ka dhënë bota, me atë që na jep fjala e Zotit ka nevojë pastaj të ndërtohet. Pra prish dhe pastaj shkatron. Dhe si e bën këtë kjo poezi? Bombën dhe themelin. Për të filluar, gruaja nuk është një feministe, por asnjë e humbur
një fshatare e humbur nga thellësia e gjërave, as një feministe, jam unë këtu e merr burin për hundë dhe bën çfarë doj. Në dallim nga kultura jonë me gjerë, e cila i përshkruan gratë, po aq seksualisht agresive sa burrat, ajo nuk ndëron të kapë burin e saj, t'i vendos një puthje në buzë dhe ta tërheq pas vetes në dhomën e saj të gjumit. Ajo dëshiron që ai ta puth dhe ai ta rëmbej. Megjithatë, ajo nuk është as vjollce të kurrur që do të zhduket në heshtje, duke pritur që buri të kuptojë interesin e saj për të. Akoma se ke menduar ti? Jo. Jo. Nuk është as bum, por as pritore. Ajo pret dhe dëshiron që buri të ofrojë udhëheqjen në marrëdhënien e tyre. Ndërsa në të njëjtën kohë nuk është e turpshme, shumë e rëndësishme, të komunikojë shpresat dhe dëshirat e saj. Kjo bie në kontrast dramatik me shumë gjërat që konsiderohen të mençura brenda nën kulturave tona, qoftë edhe të krishtera, e cila përshkruan rolin e gruas në kërkim të një marrëdhënie romantike në terma thjesht pasiv. Okej, po dëgjoj se vajzat e krishtera nuk duhet të jenë kaq të guximshme sa të flasin për gjëra të tilla. Po, nuk është mirë të mos flasin. Duhet të flasin, por në kontekstin e duhur. Po kështu gruaja në këngë nga e këngëve në librin nuk është as e pavarur nga komuniteti i saj. Ç'të duhet ty, kam punën time. Është telefoni im, është privatësia ime. A e dini se sa jetë shkatrohemi në momentin që ne mbajmë një privatësi të fortë? Dëgjojeni pak, privatësia, në privatësinë lind mëkati. Gjithmonë atë heshtjen, atë privatësinë tënde lind mëkati. Dhe pastaj ai të ka për gryke dhe rritet aq shumë sa që të merr frymën dhe ndonjëherë është tepër vonë. Ajo është pjesë e një komuniteti dhe do ta shohin se sa e nevojshme është komuniteti besimtarëve përreth personit. Këshillimi është kyç në këtë lloj marrëdhënie. Prandaj ke nevojë të bisedosh me njerëz të tjerë, qoftë edhe për gjëra që janë shumë të vështira. Ke nevojë për këshillime, sidomos për ata që e njohin fjalën e Zotit, por në të njëjtën kohë, ajo nuk është plotësisht e nënshtruar ndaj dëshirave të familjes së saj. Ka një balancë te kjo. Ajo është një grua e fortë që e di mendjen e saj dhe çfarë kërkon një burr. Megjithatë, në të njëjtën kohë, në kundërshtim me trendin në kulturën tonë, ka rëndësi se çfarë mendon komuniteti për marrëdhënien e tyre. Dhe kur them fjalën komuniteti, besimtarët me njëri tjetrin, si të këshillohesh me ta, si të marrësh një mendim ndaj tyre. Dashuria nuk është arsye mjaftueshme në vetvete, pavarësisht nga ajo që mendojnë të tjerët. Gruaja dëshiron që marrëdhënia e saj të pranohet publikisht dhe të festohet nga ata përreth saj. Nuk dëshiron ta mbajë të fshehtë. Ajo dëshiron të përfshijë dhe njerëz të tjerë, sepse do ta mbrojnë, do të krijojë një gardh të mirë ndihme në forma të ndryshme. Prandaj është kaq shumë i nevojshëm të qenë në kishë. Dhe si ti paraqitesh në fakt këto pikpamje, si të riformsojmë pikpamjen tonë për seksin dhe si ti paraqisim ato. Në botën e sotme ku ne jetojmë, çdo lloj dashurie seksuale midis dy të rriturve që japin pëlqimin e tyre, konsiderohet e mirë dhe e përshtatshme, diçka që duhet festuar pavarësisht gjinisë ose marrëdhënies së tyre. Jetojmë në një botë ku me shpejtësi po ndikohet në mënyrë se si konceptojmë gjërat. Në emër të përparimit po shkatërohet norma që Zoti na ka dhënë. Po çfarë problemi ka? Çfarë problemi ka? Është jeta ime. Jo, ka ca norma që Perëndia na ka dhënë, sepse këto norma nuk janë për Zotin, janë për ty. Ti nuk shkon në plazh që të kënaqet dielli. Dakor? Se vajte në plazh apo nuk vajte në plazh, dielli vazhdoi ishte aty. Ti nuk i prishe punë diellit se vajte në plazh apo jo, por je ti përfituesi. Kështu është edhe fjala e Zotit. Të është dhënë është për ty. Sot nuk është e thënë ti je i martuar në kulturën tonë, në botën tonë, apo dhe ti je në një marrëdhënie afatgjatë për të kryer marrëdhënie seksuale. Seksi është thjesht seks në kohën e sotme, që në moshë të vogël fillojnë edhe edukohen me këto gjëje. A seksi nuk është vetëm për burrat e gratë, mendoj në kulturën tonë. Mund të jetë për burrat me burrat, thani po del gratë me gratë dhe shumë çuditëra që po na bëhen normal. Ne kemi gjithmonë tendencën jo
Jo, është gabim. Dhe kjo është e drejtë. Por në të njëjtën kohë, nuk duhet treguar vetëm çfarë nuk duhet bërë. Duhet treguar dhe çfarë duhet bërë. Jo çfarë nuk duhet bërë, jo vetëm gardhi ku është vija e kuqe, por dhe çfarë duhet bërë. Dhe kënga e këngëve na tregon se si dhe çfarë duhet bërë kur ke këto lloj pasionesh janë normale që Zoti i ka dhënë njeriut. Okej? Ajo përmendi lejen Eva, nëse e mbani mend, për të qenë e sigurt, por nuk vuri re urdhrin e Perëndis për të ngrënë lirisht madje. Gjithë përfshirës ishte fjala e Perëndis, nga çdo pemë me kopshit. Këto neglizhime të rëndësishme e bën atë të besonte gënjeshtrën e të ligut, se Perëndia është një mbikëqyrës kufizues dhe i ashpër në vend të një ati të mirë dhe bujar, dhe për këtë arsye se ligji është një shtypës në vend që ta çlirojë. A e po kuptoni se çfarë po ndodh? Jo, dakord, shumë mirë, jo. Po ku është poja? Edhe kënga e këngëve na tregon ku është poja. Kisha shpesh ka bërë të njëjtën gjë me seksin. Ne jemi përqendruar në të gjitha mënyrët se si Bibla na thotë të mos bëjmë seks, madje duke shtuar disa rregulla shtesat tonat, para martesës dhe gjitha këto, po, patjetër. Kisha e hershme dhe mesjetare në kundërshtim me Biblën e lavdronte virgjërinë dhe beqarinë si një gjendje më të lartë shpirtërore se sa martesa, dhe Bibla na thotë që nuk është kështu. Nuk është kështu. Megjithatë, kur gruaja tek libri Kënga e Këngëve ëndëron të dashurin e saj, ajo nuk imagjinon ata duke ndarë një studim Bible, duke u lutur së bashku, por mendon për puthjet dhe për këdheljet e tij. Është pikërisht kjo dëshirë që komuniteti i saj feston dhe gëzon. Mendime të tilla nuk janë të çuditshme dhe të ndyra, por janë të mira, janë të drejta. A është interesante apo si ju duket? Po apo jo? Seksi nuk është thjesht i lejushëm në rrethanat e duhura. Është një dhuratë e mrekullueshme dhe lavdishme në kontekstin për cilin Perëndia e krijoi atë që është brenda martesës. Prandaj është mirë dhe e drejtë që ne ta dëshirojmë atë gjë, nuk është gabim. Në fund të fundit vetë Perëndia krijoi të gjitha pjesët përkatëse të trupit dhe madje dhe reaksionet e ndryshme biokimike që e bëjnë seksin kaq argëtues. Ne duhet të festojmë dhe të gëzohemi për këtë. Edhe kur dëshirat tona për seks nuk janë në gjendje të plotësohen, ato janë të çrregullta në objektin e tyre, vetë dëshira është diçka e mirë që Perëndia ka bërë. Kjo flet në fakt gjithashtu për mënyrën se si u drejtojmë atyre që po luftojnë me tundimin për t'u angazhuar në seks paramartesor ose me tërheqje ndaj në të njëjtit seks. Nuk mjafton të themi se Bibla thotë se seksi paramartesor apo homoseksualiteti është i gabuar. Megjithatë, do vazhdojmë ta bëjmë pa hezitim për të treguar të vërtetën edhe këtë. Dakord? Ligji nuk mund të ndryshojë zemrat tona. E mbani mend, ligji ekspozon mëkatin ton, ligji krijon dhimbjen e madhe në shpirt që mund të jetë nga dera drejt perëndimit të vërtet ndaj pendimit të vërtet përpara Perëndisë. Kënga e këngëve pikturon një pamje të lavdishme të marrëdhënies martësore midis një burri dhe një gruaje që është e pasur dhe e thellë saqë duhet ta dëshirojmë dhe të kemi një marrëdhënie të tillë. Sigurisht si rezultati i rënies, të gjithë kemi dëshira të çrregullta. Për disa, ajo dëshirë e çrregullt do të jetë tërheqje ndaj të njëjtit seks. Për të tjerët mund të jetë një dëshirë për të poseduar dhe përdorur antar të gjinisë së kundërt për t'i shërbyer epshit të tyre, pavarësisht nëse kjo dëshirë ushtrohet ndonjëherë apo mbetet e fshehur, qoftë edhe në mendjen e njeriu. Për të tjerë akoma, çrregullimi mund të jetë një shtypje e plotë e çdo dëshire seksuale si diçka e ndyrë dhe e ligë, këto janë vërtet të këqija. Ne të gjithë jemi njerëz të thyer, të rënë dhe përgjigjja që Kënga e Këngëve i jep thyerjes së rënies son seksuale është të na tregojë me një bukuri të pabesueshme se si do të dukej në të vërtetë plotësia seksuale, një burr dhe një grua të lidhur thellësisht dhe përgjithmonë së bashku në një marrëdhënie unike dashurie. Dhëndri i përsosur. Çfarë vlere ka një pamje e bukur e plotësisë kur të gjithë jemi kaq të thyer, kaq të rënë në mëkat? A nuk është kjo si të fërkojmë krip në plagët tona? Keni provuar ndonjëherë kur është plaga dhe ke krip? Të them shumë. Apo si të shohësh një mirazh ujë të freskët dhe freskues në një shkretërti të thadhe të etur? Jo.
Në fakt, mund të ishte vetëm nëse kënga e këngëve do të ishte e gjitha që kishim në Bibël. Megjithatë, kënga i bën Jehon melodisë si një këngë tjetër, më të thellë dhe më të pasur, një këngë për një dashnor të vërtet dhe besnik, që nuk është si Solomoni, në haremin e tij masiv të grave të disponueshme, por përkundrazi, një që e do dhe jep veten deri në kryqëzim për nusen e tij. Ky është dhëndri përsosur, edhe pse jemi të errët dhe të padashur, shihte kënga e këngëve 1:6, ai është tërësisht i dashur. Ky dashnor po e përgatit kishën, të jetë nusja e tij duke na zbukuruar me rroba të bukura të drejtësisë dhe të panjolla në vend të rrobave tona të ndyra të mëkatit dhe dështimit, duke përfshirë të gjitha dështimet tona, madje edhe ato seksuale. Ai po përgatit një rezidencë muaj mjalti për ne në qiell, ku do të kalojmë përjetësinë duke na kënaqur si të dashurit e tij të zgjedhur. Përfundimi i historisë biblike është Perëndia i të gjithë krijimit, që deklaron me gëzim për kishën e tij, lexues, unë u martova me të. Ai është heroi i vërtet për të cilin të gjitha zemrat tona dëshirojnë dhe emri i tij është Krishti. Kështu na flet kënga sot, pavarësisht nëse kërkojmë dashuri, jemi në dashuri të braktisur apo të zhgënjur nga dashuria, apo plotësisht të udhëtuar për gjithë këtë temë. Dëshira jon për të dashur dhe për tu dashur nga një qenie njerëzore është në thelbin e saj thjesht një pasqyrim i nevojës sonë të dëshpëruar për të dashur dhe për tu dashur nga Perëndia që na krijoi për veten e tij. Agustini ka thënë një thënie të famshme, i thot Zotit, ti e ke bërë zemrën time, zemrat tona, për veten tënde, o Zot, dhe zemrat tona janë të trazuara derisa të gjejnë prekje në ty. Kënga na drejton si njerëz të thyer që kanë dëshirë të çrregullt dhe na tregon një pamje të asaj se si do të duket një dëshirë e rregullt, ndërsa në të njëjtën kohë na kujton se sa e vështirë është të gjesh një dashuri të tillë në këtë botë. Duke vepruar kështu, kënga e këngëve na thërret në një marrëdhënie me atë që hyri në botë, në këtë botë dëshirash të çrregullta dhe deshin në mënyrë të përsosur në vendin tonë. Jezu Krishti është vërtet ai, emri i cilit është mbi të gjithë embrat. Aroma e Krishtit dhe drejtësia e tij e mbush botën me ëmbëlsi dhe bukurinë e vërtetë. Si besimtar të gjithë mezi presim ditën kur ai do të vijë dhe të na rëmbejë nga këmbët dhe do të na çojë në shtëpinë tonë qiellore në mënyrë që marrëdhënia jon të mund të përmbushet më në fund. Intensiteti i dëshirës sonë toksore për dashuri pasqyron atë uri të madhe dhe më të thellë për dashurinë e Perëndisë. Megjithatë funksionon dhe anasjelltas. Intensiteti i dashurisë qiellore me të cilin Krishti na ka dashur i bën relative të gjitha dëshirat tona toksore. Jezusi deshi në mënyrë të përsosur si qenie njerëzore, pa qenë kurrë i martuar, ose pa shijuar llojin e intimitetit dhe kënaqësisë seksuale që zemrat dhe trupat tanë ndjejnë kaq lehtë sa nuk mund të jetojnë mirë pa to. Kjo do thotë që nëse plani i përsosur, dëgjoj mirë, i Perëndisë për ne nuk përfshin seksin dhe martesën për disa persona, të cilat shkojnë gjithmonë së bashku në planin e Perëndisë, seksi dhe martesa nuk mund të jenë të ndara, ne nuk jemi disi më pak se njerëz ose të dënuar të jetojmë jetë të paplotësuara dhe të pakënaqur. Pra njerëzit që nuk janë të martuar, nuk do thotë që janë më pak njerëz. Po kështu nëse kemi dështuar në historinë tonë seksuale ose martësore, ajo që ka më shumë tepër rëndësi se sa historia jone pa besisë është besnikëria që burri ynë qiellor na ka treguar. Martesa njerëzore është një tregues i dashurisë së Krishtit. Ne e kemi këtë realitet në një marrëdhënie me Krishtin, atëherë gjithçka tjetër mund të zbehet. Interesante është, a e ke këtë realitet në jetën tënde? A je lidhur, martuar me Krishtin nëpërmjet besimit në besnikërinë e tij ndaj teje, të shprehur në jetën e tij të bindur, duke vdekur në mënyrë të përsosur dhe ringjallja triumfuese e tij. Nëse Perëndia të pyet, sepse duhet të të lejoj të hysh në parajs, a do të ishte përgjigjja jote? Sepse unë i përkas trup dhe shpirt Krishtit. Dhe unë po besoj në mirësinë e tij, jo në timen. Krishti është jeta ime. Si thonë njerëzit, por nuk kam bërdash të këqija. Sikur të ishte përgjigje famshme, nuk është ajo. Kjo është përgjigje e dur.
Kjo është e vetmja përgjigje që hap derën për një përjetësi të mbushur me gëzim. Kjo përgjigje hap rrugën për një jetë me gëzim të thellë dhe këtu në tokë, pavarësisht thyerjes sonë të vazhdueshme. Nëse je i martuar, i lidhur me Krishtin, a është kjo marrëdhënie qendra e të menduarit tuaj? A e gjeni veten duke ëndëruar për të humbur në habi se sa i mrekullueshëm është Krishti, sa e pabesueshme që ai t'ju doi dhe duke dëshiruar më shumë praninë e tij? Ki dhe zhvilloj një marrëdhënie të afër me Krishtin, duke marrë nga fjala e Zotit çdo ditë, meditore të saj dhe jetoje fjalën e Zotit.